Domethënë, prandaj jemi në një situatë limbo pa precedent, sepse gjykata vendosi në mënyrë eksplicite për një situatë ngjashme të zvarritjes e institucionit, mbani mend juve kur Alborena Xhiu vani mbi 50 herë kandidate, si një instrument i vetvendosur asaj kohe thjesht për të ushtruar presion e zvarritur, e për të fituar kohë, për të çuar zgjedhjet në dhjetor, kur kishte më shumë leverdi prej ardhjes së diasporës. Gjykata ka dhënë një vendim në këtë aspekt. Kështu që është e vështirë dhe gjykata me pranu me qartësi një çështje për cilën tashmë ka dhënë një vendim. Domethënë këtu kemi me të vërtet një situatë surreale. Domethënë është një sabotim i mirëfillt i institucioneve të Kosovës. Dhe di të kem, unë nuk di të them çfarë recete mund të ketë në këtë situatë. Sepse arroganca dhe papërgjegjshmëria me cilën po ndërmerret nuk ka pasur në një rast ekuivalent, e s'më shkon as në mendje në një vend tjetër, domethënë. Mirë, ne do t'i ndjekim, do t'i qëndrojnë pamjet e drejt për drejta nga Kuvendi i Kosovës, vjon përplasja verbale mes deputetëve, por dua të prekim pak bashkë edhe dy çështje të tjera që kanë shkaktuar shumë reagime dhe deklarata gjatë ditëve të fundit. Deklarata e Vučić për ndryshimin e mundshëm të rrjedhjes së lumit të Ibrit. Është një kërcënim real ndaj sigurisë së Kosovës apo më shumë një presion politik për konsum të brendshëm? Jo, është një taktikë elektorale. Vučić po i ofrohet zgjedhjeve të reja dhe po përpiqet që të përhapi konflikt me Kosovën, sepse ai ka përdorur Kosovën si instrument për të larguar vëmendjen nga përgjegjësitë e veta për korrupsionin, për autokracinë që ka instaluar në Serbi, për evitimin e mbajtjes së përgjegjësisë për shumë skandale të panumërta, përfshi edhe shembjen e stacionit të trenit në Novi Sad me shumë viktima të pafajshme që kanë ndezur një val të jashtëzakonshme protestash në vend dhe që vazhdon akoma. Kështu që kjo është një përpjekje e Vučićit që duke u shitur si babai ose si shpëtimtari i popullit serb, i botës serbe, siç e quan ai, duke në gjithë konflikte ai të devijojë vëmendjen nga problemet e brendshme. Kjo është taktikë tipike e autokratësh, të cilët nëpërmjet konfliktit ose polarizimit ose tensionimit etnik përpiqen që të shmangin llogaridhënien dhe përgjegjësinë që kanë ndaj popullit të vetë, qytetarëve të vetë. Kështu që kjo është taktikë elektorale, ai as e bën dot atë gjë dhe as do e bëj. Pra, është e paralizueshme teknikisht. Teknikisht është e paralizueshme devijimi i rrjedhjes së lumit Ibër. Jo, teknikisht mund të realizueshme, por Serbia është e përfshirë në konventa ndërkombëtare që ka të sqaruar mënyrën se si trajtohen lumenjt ndërshtetëror. Kështu që shqisoj si të thuash, prishet Bullgaria me Rumaninë edhe një prej tyre vendos të blloku Danubin në një farë mënyre. Ose ku diun, një shtet tjetër Serbia me Bullgarinë. Dhe atëre devijon lumin, do të thënë është nuk jemi në një tjetër epokë, nuk jemi në një epokë të veprimeve absurde gjeografike si mjet shantazhi, është një propozim për konsum të brendshëm, sepse është e qesharake me u marrë shumë të, kam përshtypjen që është thjesht strategji elektorale, kështu që edhe kudo që i hedh ujë, ose si thuaç e bën atë duke folur për probleme të tjera më serioze. Kurse nëse flitet e vazhdon të flitet për të temë, është si me hedh benzinë dhe me ushqy narrativën e Vučićit që thotë shiko, unë jam autokrat, ama unë i dal zot popullit serb kudo ku jeton, domethënë. Si keni parë deklaratat e Ramës dhe përplasjen në distancë të ministrit Hoxha, kryeministrit Rama dhe me Vučić dhe me ministrat të tjerë serb? Po, më duken pa vend, me them drejtën, sepse është edhe i farë hipokrizie, sepse brenda një viti bën një artikull të përbashkët në Frankfurt Allgemeine Zeitung, ose bën një ujdi ku e quan Shkodrën të barabartë reciproke me Luginë e Preshevës, edhe pastaj kur afrohen zgjedhjet, befas hyn dhe ushqen një konflikt, një përplasje nacionaliste me Vučićin duke ia ndihmuar me votat. Mendoj që nëse Tirana do të tregohet me të vërtet
serioze edhe me esencë vetdijes kombëtare, atë do kishte manifestuar shumë më herët. Tirana ka pasur në dorë forumin më të rëndësishëm global për të pasur Fëllëmit Uzerin, sepse kemi qenë për 2 vjet antar të përkohshëm të Këshillit të Sigurimit. Dhe nuk kemi pipëtir ndonjëherë as për të pagjeturit e Kosovës, dhe as kemi pipëtir për pasivizim